Sot kanë votuar edhe barësit e listave për këshilltar komunal. Barësi i listës koalicionit Vlen në Gostivar Bashkim Masani ka votuar në shkollën fillore periferike Bashkimi në lagjen Tullana. Pas votimit, Hasani tha se pas 20 ditësh të fushatës ku qytetarët ndëgjuan idetë dhe programet e garuesve, e kanë në dorë të vendosin fituesin e qytetit, ndërsa fituesi i vërtet i këtyre zgjedhjeve, siç tha ai, duhet të jenë qytetarët e Gostivarit. Sot është një ditë ndryshe edhe për qytetarët, por edhe për kandidatët të cilët garojnë në këtë garë politike. Është ndryshe nga arsyeja se pas një fushate politike, fushate parazgjedhore, ku pat garë idesh, garë programesh, mes subjekteve politike dhe mes kandidatëve, sot qytetarët e shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të dalë, për të votuar me besim, dinjitet dhe besoj pa ndonjë trysni, qytetarët me votën e tyre të vendosin edhe për fatin dhe për të ardhmen e qytetit. Dhe sigurisht një ditë ku në fund do të ketë fitues dhe pa dyshim që fituesi i kësaj gare do të jenë qytetarët e Gostivarit, të cilët me votën e tyre do të përcaktojnë të ardhmen e qytetarëve dhe komunës së Gostivarit.